Do të diskutojmë situatën aktuale politike në Shqipëri, që ajo çka është në top është problemi i Belinda Ballukut, pezullimi i saj, marrja e pasaportës dhe si do të reflektohet kjo në vazhdimin e qeverisjes Rama 4. Në anën tjetër kemi disa protesta, siç do të kryhet dhe tani në këtë moment që do zhvillohet shumë shpejt, protestat opozitës, po protesta që të vakta, pa pjesëmarrje, që tregon dhe gjendjen shumë të rëndë dhe të opozitës, dhe gjendja e rëndë e opozitës dhe e mos reagimit qytetar është më e rëndë se vetë çka po ndodh në kampin qeverisës Rama 4. Po ashtu, një problem tjetër është dhe Kosova, ku tashmë me datën 20 dhjetor do të bëhen zgjedhjet e reja dhe të shikojmë a do të ketë zgjedhje apo do të vazhdohet në rrethin vicioz që deri tashti Kosova ka humbur $1 miliard investime që duhet vishin nga jashtë.